أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. Allah i shpërblet i nderuar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe takojnë vetëm Allahut xhalla shanuhu. Përshëndetje dhe selamat qofshin mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij besnik dhe me të gjithë besimtarët kudo që janë dhe kudo që gjenden. I nderuar i kryetari i Këshillit Bashkisë Islame këtu në Xhelan, shumë i respektuar kryeimam i Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, Vedat Efendi Sahiti, të nderuar hoxhallar efendiler, të nderuar xhamat, musafir, vëllezër dhe motra. Sot në këtë ditë të bekuar dhe të veçantë për ne, jemi mbledhur për të përkujtuar ngjarjen madhështore të Isras dhe Mirajit, mrekullinë hynore në të cilën i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me trup dhe shpirt udhëtua prej Mesxhidil Haramit në Mesxhidil Aqsa dhe më pas u ngrit drejt lartësive qiellore me lejen e Allahut të madhruar. Është një ngjarje që dëshmon fuqinë absolute të krijuesit dhe pozitën e lartë të pejgamberit alayhi salatu wassalam, si dhe një burim i pashtershëm mësimesh për besimtarët e çdo kohe. Kjo notë e shenjtë nuk përfaqëson vetëm një mrekulli të jashtëzakonshme, por është edhe një thirrje e përhershme për ngritje shpirtërore për forcimin e besimit
dhe për afrim të sinqert me Allahun xhaleshanuhu. Pikërisht në këtë natë ku bë obligim namazi, shtylla e fesë dhe lidhja më e fortë ndërmjet robit dhe Zotit, përmes së cilës zemrat gjejnë qetësi dhe shpirtrat lartësuar. Me këtë ndjenjë për ulësie dhe përgjegjësie fetare, Këshilli i Bashkisë Islame këtu në Gjilan ka nderin të organizojë këtë tribunë fetare me qëllim që të reflektojmë mbi mesazhet e përjetshme të Isras dhe Mirajit dhe të sjellmi ato më afër realitetit tonë jetësor dhe shpirtëror. Tani do të dëgjojmë fjalën e rastit nga kryetari i Këshillit Bashkisë Islame këtu në Gjilan, Naim Efendi Aliu, i cili do të na drejtohet me mesazhe përgjithësie dhe përkushtimi institucional dhe fetar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu Teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsa lezî barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves-semî'ul besîr. Sadaqallahul azim. Falënderimet, lavdërimet i takojnë Madhit Zot, cili është krijues dhe vigjilues i kësaj gjësie. Rahmeti Allahut xhaleshanuhu qoftë mbi mësuesin e njerëzimit, mbi predikuesin e kësaj feje, mbi dritën pa cilën kjo botë do të jeshterë. Kom fjalën për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Familjen, shokët e tij dhe mbi gjithë pasuesit e rrugës tij drejt. Nderuari Kryeimam i Republikës Kosovës, Zoti Vedat Sakiti, nderuar Kryeimam i Këshillit Bashkisë Islame, i Lazar Efendi Mustafa, të nderuar profesor në Universitetin e Studimeve Islame, profesor të medresës, shumë i nderuar ish imam i kësaj xhamie, tash veteran në Valvere, ju efenderia tjerë, shumë të respektuar ju që me gjithë bindje, shpirt, e zemër, keni besuar në ngjarjes Isras dhe Mirajit, dhe ju cilët sot dëshmoni edhe me namazet e juve çdo ditë, pra dini dhe dijen e ju se namazi është bo pikërisht natën e Mirajit, është bo obligim farz për ne dhe besimtarë. Allahu xhaleshanuhu Kurani Kerim thot, përmend ajetin e Kuranit, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsa lezî barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves-semî'ul besîr. I lartësuar qoftë Zoti, i cili robën e vet Muhammedin alayhis salam natën pra mori prej Mescidil Haramit apo Mekës drejt në Mescidil Aqsa, xhaminë e Aqsas, në mënyrë në rrëdhin e cila është e sigurt dhe bekuar për t'i treguar disa nga shenjat e tij, me të vërtetë Allahu sheh dhe ndëgjon gjithçka. Të nderuar pranishëm, pra Israja ka ndodhur me një pjesë shkurt të natës, që është udhëtim horizontal, përkohet fjalë prej Mekës, prej Qabës, bekuar deri në Mescidil Aqsaja, dhe Miraj është udhëtimi vertikal, pra prej Mescidil Aqsas deri te i 7 qiellar dhe gjithsesi deri te Sidratul Muntaha.
Unë nuk du më zgjatë më tepër, por vetë duhe në pika të shkurta për ngjarjen apo ndodhim, cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shtroi si pyetje Allahu xhalla shanuhu. Tha, o Allah, e Ademin vetë ke krijuar. Nuhun nga përpyetja ke shpëtuar. Ibrahimin shok, Halilullah e të ndëruar. Me Musajin vetë ke biseduar. Isaun shumë e të ndëruar, e muë, ja Allah, kun ke klasifikuar. Për gjithçka që ka të bëjë rreth udhëtimit Isras dhe Mirajit, jemi të ndëruar që para jush do të kemi kryeministrin e Republikës Kosovës, i cili do të tregoj për mesazhin e Isras dhe Mirajit, për urtësinë e saj dhe për rrethanat se pse ndodhi Israja dhe Miraji pikërisht këtë vit kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i dëshmuar. Faleminderit edhe një herë kryeministër, për gjendësh qytetin tonë, gjendësh mesin e vëllezërve dhe motrave tuaja, dhe jam i nderuar që për pozitën kryetarit të Këshillit Bashkisë Islame kjo këtë që të kemi bërë. Selamun alejkum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nderuar i kryetari i Këshillit Bashkisë Islame Xhenan Naim Efendi Aliu, nderuar i imam i Xhelanit Gazi Efendi, nderuar efendiler Hoxhallar, vëllezër xhamat, kam derën dhe kënaqësinë që sot në këtë ditë të bekuar të jem mesin tuaj, të jam mesin e vëllezërve të mi, të xhamatit tonë, të hoxhallarëve. E këtu dua të përshëndes në veçanti imamin, ish imamin, pra imamin tonë veteran, Mullah Verit, me të cilin kam pasur shumë kujtime, që nga fëmëria e hershme dhe rinia ime, e pikërisht në këtë xhami, kam lexuar Kur'an, e kam bërë muezin, e mbështetja dhe përkrajet, asnjëherë nuk kam munguar për ne si gjenerata të reja, që të bëj muezin e të dalin imam, dhe prandaj jam shumë jashtëzakonisht i nderuar që po e shoh mesin tonë, që është mirë me shëndet dhe Zotin që ai gjithmonë të jetë mirë me shëndet. Vëllezër të dashur besimtar, jemi mbledhur sot për të kujtuar një ngjarje të rëndësishme. Një mrekulli me të cilën Allahu xhalla shanu e veçoi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nga gjithë pejgambert e Zotit. Një mucize me të cilën e nderoi atë, e përpasoi, e nderoi edhe gjithë ummetin e tij, e që jemi ne. Prej kur ka ndryshuar Islami dhe imani shpirtat e besimtarëve tanë në këto troje, pra dhe mendjen, zemrën dhe shpirtin e shqiptarëve, në gjithë hapësirat shqiptare, ulemaja jonë, moderizët tanë, hoxhallarët tanë, gjithmonë kanë organizuar mezhlise, kanë organizuar kuvende të dijes, ku kanë sqaruar e shpjeguar rëndësinë e kësaj nate, vlerën e kësaj mrekullie dhe mesazhet që përmban dhe përshon kjo ndodhi. Nisur edhe nga urdhri kuranor ku Allahu xhalla shanu thotë wa dhakkirhum bi ayyamillah, ku i drejtohet Resulullahi sallallahu alaihi wasallam që besimtarëve t'ju kujtoj gjithmonë ditët e Zotit. E komentatorët, interpretuesit e mëdhej të Kur'anit fisnik, kur kanë komentuar këtë fjalë wa dhakkirhum bi ayyamillah, ku Zoti drejtohet Resulullahi që t'i urdhroi besimtarët që të kujtojnë